Po. Edhe faleminderit, zoti kryetar. Pyetja e parë vjen fakt nga seanca paraardhëse që patëm me prokurorin e përgjithshëm. Zyra e prokurorit të përgjithshëm e pyetur prej meje për rastin e gjyqtares Irena Gjoka, për cilën vërtetojnë faktin që ka një dënim, një dokument autentik të dënimit të saj në Greqi në vitin 2005 për falsifikim. E referoj të kjo, me drejt, është tha materia e Spakut, jurisdiksioni i Spakut. Dhe më bëri përshtypje se tha, Spaku i ka këto informacione që kemi na. Nuk ka nevojë t'ia çojmë na. Spaku i di, e tha këtu në sy të gjithëve ne para pak orësh. Pyetja ime është, pse nuk veproni? Meqense se i keni të dhënat, për më tepër kur keni vepruar në kohë rekord, as 12 muaj, për një koleg, një rast, edhe i ngjashëm edhe jo, në fakt, Luan Daci. Luan Daci, sot është dënuar me 12 muaj burg, sepse ka gënjur ke formulari i vetë deklarimit dhe nuk ka thënë që është shkarkuar në vitin 1997, gjë që ai në fakt thot e kam deklaruar. Megjithatë nuk më intereson kjo, sepse vendimi është marrë. Është dënuar me 12 muaj burg. Në një kohë kur, edhe sikur të mos ta kishim ende qartësinë për zonjën Irena Gjoka, që është e dënuar, që kemi dokumentin autentik të dënimit të saj nga gjykata e Janinës për falsifikim, është tashmë e pranuar dhe prej saj që ajo është shkarkuar në vitin 96 dhe nuk e ka shënuar në formularin e vetë deklarimit. Rasti është identik deri këtu me atë të Luan Dacit, 12 muaj burg. Ndërkohë për të ende nuk ka asnjë mas, asnjë lëvizje nga ana juaj, ajo vazhdon jep drejtësi. Keni një përgjigje për këtë? Dhe pastaj me dy pyetjet e tjera. Faleminderit zoti Zoti Dumani. Për pyetjen. E para, kjo është një pyetje që ka të bëjë me një çështje konkrete, e cila është në fazën e hetimit paraprak, dhe ne nuk mund të japim informacione lidhur me çështje që është në fazën e hetimit paraprak. Faza e hetimit paraprak dhe për cilat ne s'kemi patur prononcime publike. Ne konfirmojmë, po kemi një procedim penal të regjistruar në muajin qershor të vitit 2025 dhe po kryejmë veprimet e nevojshme hetimore në funksion të këtij procedimi penal. Sa takon ju bën një paralelizëm me rastin e shtetas i Luan Daci, ne kemi procedimi penal në rastin e shtetas i Luan Daci është regjistruar mbi bazën e kallëzimit të një shtetasi, të një qytetari. Dhe është hetuar dhe ai ka hetim, ka marrë kohën e vet dhe pastaj është konkluduar. Kështu që për ta përmbledhur është çështja në hetimin paraprak, në fazën e hetimit paraprak, për cilën po kryej gjithë veprimet e nevojshme hetimore. Zoti Strazimiri, ju lutem fjalën edhe besoj bëni pyetjet gjitha. Po. Më mirë është mos i bëj të gjitha, gjithsesi. Jo bëj sepse i bie pastaj pyetje përgjigje. Po ti e di që pyetjen e kam shumë konkrete, përgjigjen e kam dhe me i po dhe me jo. Okay. Më mjafton. Kështu që më ekonomik kohë se keme mos keme njëri tjetër. Dakor. Më vjen mirë që qenë ka në hetim penal, çështja. Ajo në hetim. Çështja është ndërkohë që ne ju hetoni. Jo me shpejtësi me cilën keni jetuar për zotin Daci. Ajo vazhdon jep drejtësi. Ka qenë në qershor deri tani për një fakt të ditur publikisht. Ajo ka gënjur në formular dhe nuk ka shënuar faktin që është shkarkuar në vitin 96, pa përmendur faktit që është lejuar të marrë vendime në fazën e hetimit paraprak, pikërisht për personin që e ka shkarkuar. Prandaj ju apërqasa me vendimin e zotit Daci, i cili në fakt më rezulton që nuk është nga Nesti Angoni, po është paditur nga KPA-ja. Megjithatë, okay. Informacionin që kam unë është ndoshta nuk është. Kështu që tu ka një, pavarësisht faktit që ju thoni që po hetojmë, dakor, tu ka një, për mendimin tim, ka një hije shumë të madhe të gjë. Ajo vazhdon të japi drejtësi në një kohë kur nuk është kur është e padenj informacionet janë publike. Pyetja dytë.
E kam me ekspozen tuaj dhe me përgjigjet që i kthyet kolegëve. Ju refuzonit të thoni që task forca e krijuar për zgjedhjet ka qenë një dështim. Thoni mund të kishte qenë më mirë, por nuk ka qenë dështim. I pyetur nga zoti Bylyk Bashi për arrestimin për operacionin Ura, dha datat. Në filan datë na e dha gjykata vendimin, filan datë u mblodhëm, filan datë na u përgjigjen italianët, kishin kaluar zgjedhjet. Tashi edhe sikur unë ta merja të mirëqen gjithçka that ju. Sikur ta merja të mirëqen që task forca që u krijua me ata pak prokurorë që është krijuar, sigurisht askush nuk pretendonte që do të dilnin prokurorët vetë apo qoftë dhe BKH-ja të kapte ata që kishin lekët në dorë për të jo. U përfshi spaku për këtë punë pikërisht sepse na rezulton të gjithëve bashkë, si klasë politike dhe ju dhe më shumë se ne në fakt, se jeni më të informuar se ne nga kjo pikpamje, që blerja e votës është kthyer në sistem dhe ka një bashkëpunim të fortë të pushtetarëve, lokal apo qendror, me krimin e organizuar, jo me rrugëç dhe vegjël të lagjeve. Jeni përfshirë ju atë sepse ju e keni rezonancën magnetike të trupit, keni metastazat e krimit organizuar në Shqipëri, ju i keni si kemi na. Ne dalim, themi informacionet publike, ne dalim denoncojmë, ndërkohë që ju i keni me prova. Jeni përfshirë pikërisht që të parandalohet gjëja. Jo që në fund fare u bët task forca, u harxhuan gjithë energji dhe në fund fare, jo që s'parandaluam gjë, po jo. Krimi organizuar, me gjithë zyrtarët e korruptuar, me qendrore me lokal, ku diun se çfarë e mbushi kutin aq sa deshi. Kjo nuk mund të jetë sukses i pjesshëm. Dhe kjo është arsyeja sepse unë ju pyes. Nuk është vetëm rasti i operacionit Ura, që prapë kam shumë çudi se si ka mundësi që Irena që i merr vendimet me afër mend, ka që me datën 19 mars i keni çuar ju. Kërkesën që të notarizoj faktin që këta duhen arrestuar. Është menduar deri me 30 prill. Pastaj sigurisht që e ka zbardhur disa ditë më vonë dhe dalim këja fatet që thoni ju. Ta zem se i pranova që të gjitha këto. Në vitin 2023 në Shkodër, ka qenë e paralajmëruar masakra elektorale që është bërë në Shkodër prej nesh. Banda e Shkodrës ka qenë në ndjekjen tuaj, i keni pasur sigurisht në vëzhgim se unë supozoj që në momentin kur të ka ardhur një kërkesë nga partnerët, ti e çon për të marrë një vendim gjykata, detyra e vetme që të ngelet, sepse gjithë hetimin e kanë bërë partnerët, është vetë ndosësh policia do Gent Strazimirin, filanin, fistekun mbajnë në vëzhgim se mos na ikin. Kur të vitit ati kapin. Ata që i kanë vëzhguar, sepse ju e keni kryer detyrën tuaj, jam i bindur për këtë, e kanë parë, atë që kemi parë gjithë ne me sy. Se si dilni me makinat blinduara, se si shkonin qendër me qendër botimit, se si i bënin presion. A mund të fokusoheni tek pyetja se këto janë komente? Të lutem. Pyetja ime është kjo. Duke i lidhur faktet në këtë mënyrë, krejtësisht logjike, me gjithë respektin që kam për eksperiencën tuaj. Si njëri që ka për detyrë, ka mision tjetër të dyshojë në funksion të së vërtetës. Në qoftë se unë do isha ulur aty ku jeni ulur ju dhe ju do të ishit ulur këtu ku jam ulur unë. Mbas përgjigjes që ju dhat, a nuk të arrinit në konkluzionin, ky nuk thot të vërtetën. Ky e ka dashur këtë rezultat që ka sjell task forca, ka pritur me qetësi, ka patur vetëm një hall. Të rregullohet mirë me letra, thot shiko unë nuk dija gjë. Fajin e ka policia, sigurisht që ka fajin policia. Për atë punë u përfshit ju atje. Aty ku organizohet krimi, sigurisht nuk mund të organizohet nëse nuk është përfshirë policia. Kjo dihet. Dhe ne organizimin e krimit e kemi në nivelin më të lartë mundshëm. Për atë punë u përfshit ju jo që dilni ti kapni vetë, po që ti parandaloni. E lidhur në këtë mënyrë, të gjitha faktet janë publike, nuk janë sekrete. A nuk do arrini dhe ju në konkluzionin që ky person që më tha këto fjalë nuk është i sinqert. Ky e ka dashur këtë rezultat, këtë ka pritur, vetëm se është kujdesur me shumë, për mendimin tim, jo me eficiencë, me kujdes po jo me eficiencë, që dali që jo. Unë s'kisha lidhje me këtë punë. Fajin e ka policia, fajin e ka prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm, fajin e ka kjo, fajin e ka kjo, unë s'kam asnjë faj. Po, a do arrin këtë konkluzion po apo jo? Po faleminderit zoti Strazimiri. Për gati mbi 5 orë po flasim për një problem që spaku është përgjithës sipas ligjit vetëm për 2 nene që kanë të bëjnë me krimin zgjedhor, nga 20 të tilla që ka kodi penal. Po flasim vetëm për 2 nene. Po shërëndsik, po zoti prokuror, nëse keni një përgjigje, mund ta jepni. Sa i takon zgjedhjeve, unë thash përgjigje pyetjeve të zotit Bylyk Bashi dhe
Ajo që dua të them është SPAK ka bërë çfarë ka qenë e mundur dhe çfarë ka qenë e mundur për të hetuar krimin zgjedhor. Rastet janë konkrete dhe sa për dijenin tuaj, ja ku ju i thashë edhe zotit Bylikbashi, i cili u largua, çdo pretendim të tij e kemi verifikuar. Çdo pretendim të tij në 12 të natës. Jo, letra edhe po jo, ju lutem, edhe kemi bërë çfarë është e mundur. Edhe duke rrezikuar dhe hetuesit dhe prokurorët tanë. Pyetja ime ishte kjo. E lidhur në këtë mënyrë siç thash faktet. Do arrijen konkluzionin që Gent Strazimiri që po më thot këto fjalë dhe po më thot në këtë mënyrë, e dinte se ç'pondodhte, e donte të ndodhte ashtu, është kujdesur vetëm të bëj letrat, po apo jo. Po, të lutem tani se kjo është pyetje. Zoti Dumani, Zoti Dumani u lutem. Dhe unë jam përgjegjës për gjëra që bëjnë. Kemi pyetje tjera? Gent Strazimiri. Pyetja e fundit e Zotit Strazimiri. Fat që korrupsioni është në rritje, jam krejtësisht dakord me këtë. Sa më shumë shtohet represioni ndaj korrupsionit, aq më shumë rritet korrupsioni. E keni thënë ju, dhe thatë ju dhe kjo është vetëm ndoshta ndër pakta të vërteta që thatë këtu. Veçanërisht në 2023-2024. Zoti Strazimiri, a mund të vazhdoj pyetjen? Ju lutem një sekond, zoti Strazimiri, një sekond. Ju të rreq vëmendjen, sepse pas gjithë kësaj seance të gjatë dëgjimore, ne nuk jemi këtu për të vlerësuar kush thot vërtetën dhe kush gënjen. Jemi këtu për të bërë pyetjet dhe për të marrë ato përgjigje që mendojnë të ftuarit që kanë ardhur në këtë raportim. Jo, ju mund ta vazhdoni, por ju lutem përmbahuni sepse ndoshta edhe jeni lodh, por përmbahuni sepse me gjithë respektin për secilin prej jush për këtë durim gjatë, ju lutem përmbahuni sepse edhe ata janë lodh, kanë qenë punë sot ata. Edhe ne në punë kemi qenë, po ata kanë qenë në punë sot gjithë ditën. Po, mbarojeni, përmbylleni pyetjen. Tash pikërisht për respektin që kam për eksperiencën e ju të gjithëve. Pikërisht për konsideratën që kam. Për aq punë sa kam dëshmuar se keni bërë gjatë periudhës më represive kundër korrupsionit në Shqipëri. E keni bërë ju. S'kam lënë vend pa e thënë. Pavarësisht se kam qenë në nivel politik. Kam thënë s'ka qenë, nuk do kishte qenë e mundur nëse prokuroria nuk do kishte qenë në këto. Kështu që nga kjo pikpamje, ti e di shumë mirë, ju të gjithë e dini shumë mirë konsideratën profesionalisht, prandaj në një mënyrë ose një tjetër ju kërkoj hesap. Ju kërkoj hesap sepse keni treguar patriotizëm atëherë, dhe unë jam i bindur që kjo që detyrë që keni marrë përsipër nuk bëhet pas pa dhe dashuri dhe pa patriotizëm. Dhe në emër të kësaj ju kërkoj hesap sot. Thatë korrupsioni është rritur në 2024. Është absolutisht kështu. Është rritur. Thatë gjithashtu që gjitha çështjet janë njësoj. Sigurisht, një çështje për armbajtje pa leje është një çështje që shifet ndryshe, një çështje rregulla qarkullimit rrugor, po ju citoj pak a shumë ato që thatë ju. Dakord? Por kur ka represion ndaj një fenomeni, shifen dhe ca rezultate. Cilat janë rezultatet që kemi na? 3 liderët e opozitës, mas 12 vjetësh në pushtet këta, i kenë burg ose në ndjekje penale për çfarë? Për korrupsion. Po, ka dhe ministra, i shkoni rreth e qark për mendimin tim, asaj godinës kryeministrisë dhe ka një problem. Po ju nga pikpamja shumë hetimore. O zoti Strazimiri, ka mundësi të lutem pyetjen? Me një çështje fare thjesht, armë pa leje. Shkon në një shtëpi dhe shef plakun e shtëpisë dorë xhax. Ky 12.7 që të ka sjell djali tuaj e ke pa? Minimalisht e merr dhe i thu, a ke dieni për ngjarjen si e solli nga e mori kur e solli? I silleni vërdall kryeministrisë, arrestoni liderët e opozitës për korrupsion dhe në fund fare ju rezulton që korrupsioni na qenë ka rritur. Pyetja ime, mos ndoshta nuk e bën Mehmeti me kokë vet, mos ndoshta e bën Enveri dhe her pas here jep në një nga këta ju që ti merrni ti bëni për konsum publik? A ju ka shkuar ndonjëherë me ne që është Enveri dhe nuk është Mehmeti që e bën me kokën e vet? Po, faleminderit. Faleminderit, shumë nuk kam nevojë as për përgjigje. Faleminderit zoti Strazimiri, zoti Dumani, ju lutem 1 minutë. 1 minutë, sepse zoti Dumani 1 minutë. Sigurisht që deputetët në këtë tryezë u përkasin që në forcave të ndryshme politike. Këtu jeni për të raportuar për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2024, e di që jeni lodh gjithë.
dhe këto janë konsiderata politike dhe që në vlerësimin tim nuk kanë të bëjnë me veprimtarinë e institucioneve që ju drejtoni. Jo, është më i mençur se jo, të lutem. Ju kërkoni nga Zoti Dumani dhe trupa e prokurorëve të Spakut dhe të BK-s atë që e ka përgjegjësi e gjithë shoqëria në tërësi. Të lutem. Nuk po e fyse do t'ja jap fjalën. Ju lutem. Mos e acaroni këtë dëgjes tani pas 5-6 orëve. Ju lutem. Pak respekt për të ftuarit këtu, sepse unë e kuptoj që Spaku është shpresë për gjithë. Por t'i kërkojmë llogari për aq sa ka me kushtetut dhe ligj. Zoti Dumani, nëse keni një përgjigje shumë shkurt për këtë gjë. Përgjigje nuk do zoti Strazimiri, nuk dëshiron përgjigje, por patjetër që kam koment. E para, ju nuk mund të aludoni që në këtë seancë unë vetëm një rast kam qenë i vërtet, unë kam qenë i vërtet dhe ju e dini shumë mirë që unë jam i vërtet çdo ditë dhe çdo orë të jetës time. Çdo ditë dhe çdo orë të jetës time. Asaj që bëj, kështu që ndihem vërtet i fyer nga ju që ju thoni dhe kam qenë i vërtet dhe do vazhdoj të ngelem i vërtet. Se sa patriot jam, ju e pranuat vetë dhe se sa e dua këtë vend, edhe punën që bëj bashkë me kolegët prokurorë. Gjithë bashkë kemi vërtet një qëllim të vetëm për të kontribuar në ecjen para të këtij vendi dhe edhe këtë e dini shumë mirë ju se edhe këtë e dini ju shumë mirë që mua dhe që prokurorët të posaçëm dhe mua nuk na bën shumë përshtypje emrat e kam përmend disa herë, as kryeministra apo zëvendës kryeministra apo ministra, por provat. Dhe sa herë kemi patur prova, kemi ndërtuar ndjekje penale. Ky është detyrimi ligjor dhe kushtetues. Pjesët tjera nuk dua të përfshihem në diskutimet e tua, sepse ju i thatë edhe çfarë mendoni, edhe çfarë për institucionin dhe për mua. Faleminderit zoti Dumani. Zoti nuk ka vlerë tani zoti Strazimiri. Pas ka vlerë tani. Nuk ka vlerë hapem apo s'ka as i vlerë. Okej, në emër të atij respekti që përmendët, në emër të asaj ju fola. Në emër të asaj ju bëra ca pyetje. Unë më sa ju njoh. Nuk më duket se jeni njëri nga ata që kënaqen me rezultate minimaliste ose quheni një gjastë rezultat se rezultat. Jo. Sa i përket patriotizmit, ki parasysh një gjë. Burri ka kohë me u fliq deri minutë para se me vdek dhe se lan dot. Dakor.